Janë drejt përfundimit punimet për rikonstruksionin e rrugës Roza Lejnë në lagjen Mark Lula në qytetin e Shkodrës. Aktualisht po hidhet shtresa e para asfaltit, procesi i cili është realizuar në pjesën më të madhe të kësaj rruge dhe degëzimeve të saj, duke i dhënë zonës një pamje krejtësisht të re urbane. Këtu në lagjen Mark Lula është bërë një investim shumë i mirë me tana parametrat, ka arrit në fazën e gatit përfundimit, kena edhe një shtres tapetit i thona na. Si japim dorën e fundit, mendoj mëna mujt si tjenë përfunduar mujt si vjen. Banorët e lagjes shprehen se për më shumë se 3 dekada janë përballur me vështirësi të mëdha në lëvizje për shkak të mungesës së kanalizimeve dhe deportimit të ujrave në oborre e deri dhe brenda banesave. Sipas tyre, investimi i ri konsiderohet si një nga ndërhyrjet më të rëndësishme për përmirësimin e kushteve të jetesës në këtë zonë. Mirë, shumë mirë, u lumshin krahët. Faleminderit ju shumë. Bollkena nën këta lash, po u lumshin krahët. Faleminderit shumë. Mirë ka e zetësh, ka e skejt mirë, ka punu, sa kanë punu ata për 30 vjet, ka punu këy për 3 vjet. Këtu është kanë pa banueshme për punë rrugës. As kam as në bicikleta sa kaluan kurrën. Bashkia vazhdojnë sa më mirë me punu. Me përpara. Bukur duket, shumë bukur. Shumë cilësi atë. Projekti i bashkëfinancuar nga Bashkia Shkodër dhe Qeveria Shqiptare ka përfshirë ndërtimin e rrjetit të kanalizimeve, asfaltimin dhe vendosjen e ndriçimit publik në mbi 1.6 kilometra rrugë të kësaj zone.